përpara studentëve të cilët kanë gjetur kohën që përveç provimeve dhe detyrimeve të tyre të marrin pjesë në këto protestë kaq mrekullueshme për krijimin e Shqipërisë së re. Dhe përpara gjithë rinisë shqiptare dhe kujto që është bashkëngjitur kësaj proteste. Dua të them dy llafe, pasi kjo protestë është dita 34 sot, dhe akoma qeveria nuk ka marrë vesh që duhet largohet. Ose ka marrë vesh, po nuk e ka kuptuar se si duhet largohet. Duhet largohet një orë më parë. Një orë më parë. Së dyti, do t'jap një sekuencë nga korupcioni kësaj administrate të kalbur. Një njeri im do të regjistronte një AMTP, janë to akte të marrjes tokës pronësi, për cilët po flasim se vjen nga oligarkët pronët tona. Megjithëse e ligjshme, kadastrat nuk ja regjistrojnë dhe në fund i ofrojnë që po pagove 20.000 euro mund ta bëjmë regjistrimin. Pra imagjinoje, ajo tokë nuk kushton 20.000 euro, ndërsa për ta regjistruar me korrupsionin e kësaj qeverie donte korrupsion 20.000 euro. Prandaj një orë më parë, ky sistem duhet të hidhet poshtë dhe ju keni meritën që i dolet për zotë Shqipërisë për krimin e Shqipërisë së re. Së dyti, i bëj thirrje ambasadëve për ndihmorën në Shqipëri, asaj italiane, gjermane, franceze, angleze, edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian. Në qoftë se nuk ju ka korruptuar Edi Rama, ju lutem tregoni vendin edhe t'ju thoni t'jap dorëheqje. Së treti, kjo qeveri është kthyer në një qeveri që nuk don universitetin. Spari sepse nuk ka financuar kërkimin shkencor, financimi i qeverisë për kërkimin shkencor 10 herë më pak se vendi më i varfër i Ballkanit pas Shqipërisë. Prandaj ky është një turp, edhe prandaj kemi Shqipërinë në këtë gjendje, universitetin në këtë gjendje, edhe kështu do t'i kemi nëse do kemi në krye këtë qeveri. Aktualisht, ata po bëjnë një listë të ri të arsimit lart, ku duan të cimentojnë rektorët, të cilët janë vasal qeverisë. Rektori i Universitetit Tiranës ka 2 mandate, ta duhet t'ia bëjnë 3 mandate. Domethënë të na vendosë një oligarki në universitet, një oligarki të përjetshme. Prandaj ne nuk duhet ta pranojmë, edhe nuk duhet ta pranojmë si profesorat. Së fundi, 3 mundësi ka Edi Rama. 1. T'jap dorëheqje edhe t'jap rrugë Shqipërisë së re në anë të zbatimit të 5 pikave të protestës. Së dyti, rruga 2 është t'i shkojnë spaku edhe t'a prangosë në zyrë. Kjo është rrugë e dytë, pasi e meriton përgjysht. Them, do të animojnë këtë 2 rrugë që mos bëhet treta që të përfundojë si Ceaușescu. Faleminderit. Rrugë rinia shqiptare, rrugë rinia studentore, dhe u bëj thirrje gjithë studentëve, gjithë intelektualëve, gjithë profesorëve të vinë këtu në shesh edhe të ndërtojnë institucionet e Shqipërisë së re dhe të rinë derisa të ndërtohen dhe themelohen gjithë institucionet e Shqipërisë së re europiane. Faleminderit.